Arrestohen 2 prindër gjerman në Spanjë mbajtur të izoluar në banesë 3 fëmijët e tyre që nga viti 2021. Policia spanjolle arrestoi sot një çift gjerman që jetonin të izoluar dhe i mbanin fëmijët e tyre në izolim për më shumë se 3 vjet në Oviedo, në Spanjën veri perëndimore. Fëmijët, një 10 vjeçar dhe vëllezërit e tij binjak, të 2 8 vjeç, nuk ndiqnin shkollën, ishin lënë pas dore dhe jetonin në mjerim në ato që mediat spanjolle i quajtën shtëpia e tmerreve. Policia u njoftua për situatën nga fqinji i familjes në 14 prill. Kur policia shkoi në shtëpi, ata zbuluan se atje nuk jetonte vetëm një burr, siç u tha në zyrën e gjendjes civile. Sipas fqinjve, askush nuk u largua kurrë nga kjo shtëpi e cila ishte marrë me qira në tetor të 2021-shit. Prindrit, një burr gjerman dhe një grua gjermano-amerikane, jetonin me 3 fëmijët e tyre në banesë në kushte jo higjienike. Ne të gjithë u prekëm nga sindroma COVID-19, sindroma e gjatë e COVID dhe gjithçka që pasoi. Ne mund ta mendosojmë disi se çfarë mund të ketë çuar një familje të qëndrojë mbyllur në këtë mënyrë për kaq gjatë. Fakti që ata mbanin maska kirurgjikale mund të konsiderohet një anekdot ose jo, shpjegoi inspektori i policisë Francisco Javier Lonato Garcia. Sipas mediave spanjolle, të gjithë fëmijët mbanin pelena dhe nga 3 maska kirurgjikale në fytyrë. Baba i familjes i kërkoi policisë të vinte mask përpara se të hynte në shtëpi për hetim. Brenda e rekeqe ishte e papërshkrueshme, që penat ishin të gjitha të mbyllura. Kur dolën nga shtëpia, fëmijët prekën barin sikur të ishin magjepsur, sikur të mos kishin dalë kur jashtë më parë. Fëmijët u ekzaminuan nga një mjek dhe kujdesi tyre i është besuar një qendre për mbrojtjen e fëmijëve.